Allahu është ai I cili I fal gjitha gjunahet. Mos I humbni shpresat nga rahmeti Allahut. O filan, ato kujtohet filan gjunahu që e patë bën në dunja. Ne kemi mendim të mirë për Allahun, kanë gënjer. Hajtë se Allahu e ka rahmetin e madh. A do t'i falë Allahu të gjithë? A do të përfundojnë të gjithë njerëzit në xhenet? Cilët njerëz I mëshiron Allahu? Cilët njerëz I falë Allahu? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes Tij, shokëve Tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se secili njeri, secili prej nesh është gabimtar, secili prej nesh është gjunahçar, secili prej nesh në jetën e tij I ka kaluar kufit dhe ka ra në gjunahe ndaj Allahut azza wa jall. Mirë po, elhamdulillah, falënderimi takon Allahut azza wa jall, atij I cili I fal gjitha gjunahet. Allahu azza wa jall është falës I madh, falës I gjitha gjunaheve tona, gjunaheve të vogla dhe gjunaheve të mëdhaja, gjunaheve që I kemi bë haptas dhe gjunaheve që I kemi bë fshehtas. Allahu azza wa jall me mëshirën e Tij, mëshira e të cilit ka plan çdo gjë, tha Allahu azza wa jall, wa rahmeti wasi'at kull shay. Rahmeti im, mëshira ime ka plan çdo gjë, tha Allahu azza wa jall. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Thua ju atyre, o ju robrit e mi, të cilët I keni kaluar kufit, të cilët I keni bë padrejtësi vetvetes me gjunahe ndaj Allahut, la taqnatu min rahmetillah, mos I humbni shpresat nga rahmeti Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është ai I cili I fal gjitha gjunahet, 20 vite, 30 vite, 40 vite, 50 vite edhe ma shumë. Sa gjunahe ke ba në jetën tënde, sa gjëra kanë kaluar gjatë jetës tënde kur ti e ke hidhruar Allahun, kur ti I ke kaluar kufit Allahut azza wa jall, kur ti obligimet Allahut I ke marrë në përkam, kur ti ke shkelur në vende që Allahu është hidhruar. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është ai I cili I fal gjitha gjunahet. Gjithashtu tha Allahu azza wa jall në një hadith qudsi, o biri Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe shpreson prej meje
unë t'i fali gjunahet e tua dhe nuk i llogaris fare. O biri Ademit, nëse gjunahet e tua arrin deri në lartësirat e qiellit, deri në vranësirat e qiellit dhe pastaj më kërkon falje, unë t'i fali gjunahet dhe nuk e llogaris fare. O biri Ademit, nëse vjen tek unë me gjunahe sa toka dhe nuk më ban shirk, nuk më ban shok në jetën tënde, unë e vite ti me falje sa toka. Kjo është mëshira Allahut Azza wa Jall. Kjo është falja prej Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit Allahu ju drejtohet disa njerëzve, dikujt prej robërve të tij, Allahu i thot: o filan, a të kujtohet filan gjunahu që e patë bë në dunja? Po ja Rab. A të kujtohet edhe filan gjunahu që e ke bë? Po o Zot. A të kujtohet edhe filan gabimi që e patë bë? Po o Zot. Thot Allahu Azza wa Jall: satartuha alejke fi dunya. Ti pa ta mbuluar unë në dunja, ti ke bë në dunja. Allahu e di, njerëzit nuk e din. Ti pa ta mbuluar në dunja. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dhe sot ti fali krejt. Subhanallah, mëshira Allahut është e madhe. Fali Allahut është e madhe. Elhamdulillah, ne jemi gabimtar, ne jemi gjunahqar, ne kemi gabime shumë, vetëm Allahu e di sa janë gjunahet tona. Megjithatë, çdoherë është mundësia për përmirësim, çdoherë është mundësia për kthim, çdoherë është mundësia për pendim. Mirë po, fatkeqësia është kur ne gjitha këto argumente, gjithë këtë mirësi prej Allahut Azza wa Jall, sikur nuk e kuptojmë në atë mënyrën e cila kërkohet, dhe jetojmë vetëm në një anë, dhe jetojmë vetëm në një krah, dhe i marrim argumentet të përgjysmuara, duke mos e menduar, duke mos e medituar, duke mos e analizuar edhe krahun tjetër, edhe anën tjetër dhe argumentin tjetër, cilat janë argumente tjera. Tha Ibn Qayyim al-Jauzi rahimullah, besimtari në jetën e tij është sikur ai shpendi i cili i ka dy krah, pa njërin krah nuk ka mundësi të fluturon. Njëri krah është shpresa në faljen e Allahut, në mëshirën e Allahut, dhe krahu tjetër është frika për Allahut Azza wa Jall, frika nga dënimi Allahut Azza wa Jall. E sa prej njerëzve kanë shpresë, mirë po nuk kanë frikë fare, dhe shkaku i shpresës së madhe janë të mashtruar. Ashtu si tha Hasan Basriu rahimahullah, tha disa prej njerëzve jetojnë në jetën e tyre me iluzion, me shpresë, dhe mendojnë që Allahu do t'i falë ata, dhe ata nuk e bëjnë asnjë vepër të mirë. Thonë, ne kemi mendim të mirë për Allahun, kanë gënjer, sikur të kishin pas mendim të mirë, do të kishin pas edhe vepra të mira. Çka ndodh? Njeriu ka shpresë në jetën tonë, në mesin e njerëzve tonë, i dëgjon njerëzit të cilët thonë: hajtë se Allahu e ka rahmetin e madh, Allahu fal shumë. Është e vërtet që Allahu e ka rahmetin e madh, është e vërtet që Allahu fal shumë, mirë po a i fal Allahu të gjithë? A do t'i fal Allahu të gjithë? A do të përfundojnë të gjithë njerëzit në xhennet, apo do të ketë njerëz të cilët do të hudhen në xhehenem? Cilët njerëz i mëshiron Allahu? Cilët njerëz i fal Allahu? Tha Allahu në Kur'an, kur flet Allahu për besimtarët dhe për besimtaret, tha Allahu Azza wa Jall: ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Subhanallah, ai i cili ka këto cilësi, këta njerëz, do t'i mëshiron Allahu. Kush janë ata? Urdhërojnë në punë të mira,
ndalojnë nga punë të këqija, e falin namazin, e japin zekatin, i nënshtrojnë Allahut dhe dërguarit ti, ulaike se yerhamuhumullah, këta njerëz do t'i mëshiron Allahu. E le njeriu namazin dhe thot, Allahu e ka rahmetin e madh, po ti nuk falesh, ti nuk i bie në sejdë Allahu, ti e kundërshton urdhrin Allahu, ti 5 herë në ditë i thua Allahut jo, dhe në fund thua që Allahu e ka rahmetin e madh. A do të përfshin ty rahmeti Allahu? Yuqimuna as-salah, e falin namazin, wa yu'tuna az-zaka, e japin zekatin, i nënshtrojnë Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulaike, këta janë ata të cilët do t'i mëshiron Allahu. Andaj nuk duhet në jetën tonë t'i marrim argumentet e përgjysmuara, duke i lënë ajetet në gjysëm dhe hadithet në gjysëm, ndërsa Allahu azza wa jall këto të dyja i përmbledh dhe i përfshin së bashku. Tha Allahu azza wa jall, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, tregoju robërve të mi, tregoju gjithve se unë jam falës i madh dhe mëshirues i madh. Me njëherë ajeti tjetër në vazhdim tha Allahu, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, ama tregoju njerëzve se edhe dënimi im është dënim i dhemshëm. Allahu fal shumë, Allahu edhe dënon. Fali Allahut është e madhe, ama edhe dënimi Allahut është i madh. Tha Allahu azza wa jall, ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi. Allahu azza wa jall është ai i cili është falës i gjunaheve, pranues i pendimit, dënues i ashpër. Këto shkojnë së bashku që besimtari t'i ketë parasysh në jetën e tij. E Allahu kur i përshkruajti besimtarët e mirë, tha Allahu azza wa jall, yarjuna rahmatah wa yakhafuna adhabah, ata kanë shpresë në rahmetin e Allahut dhe kanë frikë nga dënimi i Allahut. Besimtari duhet të ketë frikë për Allahut azza wa jall në jetën e kësaj dunjaje, nga dënimi i tij, për jetën dhe për fundin e tij dhe për ditën që do të del para Allahut azza wa jall. Kështu ndodhi me një njeri për të cilin na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, një njeri i cili ka qenë para jush, para këtij ummeti, e la një porosi djemve të tij, e la një testament në momentet e vdekjes. Tha, o djemtë e mi, unë i kam bo gjunahe të shumë të Allahut azza wa jall. Nësa Allahu më ringjall, do të më dënon me një dënim që nuk e dënon as kanë tjetër. Unë e kam bo shumë gjunahe. A ndjen do njëherë këtë ndjenjë në zemrën tënde? A ndjen do njëherë këtë ndjenjë në jetën tënde? O bitë e mi, unë e kam bo shumë gjunahe, me më ringjall Allahu ka më dënuar me një dënim të rënd. E la një testament. Tha, unë kur të vdes, ma djegni trupin, ma djegni gjenazën time, kur të bëhet pluhur, kur të bëhet hi, një pjesë të saj hudheni në tokë në një ditë në të cilën frin era, një pjesë të saj hudheni në ujë, që unë të përfundoj dhe mos ringjallem dhe mos dal para Allahut azza wa jall me gjitha ato gjunahe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ringjall këtë njeri. Nuk ka shpëtim, nuk ka ikje, nuk ka rrugë, nuk ka zgjidhje, përveç se me dal njeriu para Allahut azza wa jall. Allahu e ringjall këtë njeri. O robi im, pse veprove një gjatë të tillë? Pse urdhrove një gjatë të tillë? Ja Rabb, prej frikës tënde. Subhanallah, të ketë besimtari frikë prej Allahut. A kemi ne frikë prej Allahut? A i marim serioz argumentet e Allahut? A marim serioz kërcnimin prej Allahut? A kemi parasysh dënimin e Allahut, që ne të ndalemi dhe t'i themi vetes, mjaft ma, pse veprove një gjatë të tillë? Prej frikës tënde o Zot,
thot Allahu Azza wa Jall, ti kam fal gjunahet e tua. Nëse njeriu ka frikë Allahun Azza wa Jall, në dunja ndryshon çdo gjë, dhe në ditën e gjykimit frika ndaj Allahut do t'i ban dobi atij. Andaj besimtari duhet të jeton ndërmjet frikës edhe shpresës. Shpresë në faljen e Allahut dhe frikë nga dënimi i Allahut, në mënyrë që të qëndron në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na fal gabimet tona, Allahu të na fal gjunahet tona, Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë, Allahu të na forcon në fenë e vërtetë. E lutim Allahun Azza wa Jall të jetojmë në atë mënyrë që Allahu është i kënaqur e të dalim para Allahut faqebardh. E lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të burgosurit tanë të pafajshëm Allahu t'i liron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.